Eurodeputetja greke Niki Xhavela ka nxjerrë Ramën Lakuriç, në një reagim të saj, pas sulmit që Rama i bëri në një samit në Emiratet e Bashkuara, një gazetari greko-amerikan dhe mes tij popullit grek, duke ju thënë se grekët nuk janë pasardhës as të Platonit dhe as të Aristotelit. Por me sa duket eurodeputetja Xhavela di mirë se pasardhës i kujt është Rama, ndaj kujton atij se është pasardhës grek nga mamaja. Pasi kështu ka deklaruar vetë ai, dekada më parë, për të marrë një bursë nga Greqia, duke përmendur me forcë bunojnë vendin e nënës së tij ku të gjithë flisnin greqisht. Në një breshëri postimesh në rrjetin X, zonja Xhavela ka thuajse degeneruan kryeministrin Rama. Eurodeputetja shkruan: "Më jepet e drejta ta cilësoj mosmirënjohësin, bukëshkal. Ndoshta unë i kam dhënë apo ofruar Shqipërisë më shumë se sa Rama, por me një gabim tim i madhor, që e përzgjodha të studioj në Harvard këtë lloj të pahasur më parë, të studioj pra me bursë të një fondacioni grek. Prandaj e ure në Greqinë, sepse nga një gjysmë e gërsir kryebashkiak, Greqia e studioi në Amerikë. Këto, që të mos them të tjera më të rënda do me thënë, po ju them, nuk gjen armik më të sigurt se atë që e ke ushqyer dhe ndihmuar vetë." Në një tjetër postim Niki Xhavela shkruan: "Para 30 vitesh nuk i kishte dalë nami i tmerrshëm që ka sot. E zgjodha, me njohjet e mira që kisha në Shqipëri dhe për Shqipërinë, për shkak të ish angazhimit tim profesional atje, e zgjodha pra sepse ishte gjysmë grek dhe sepse plotësonte kushtet për kohën, ishte kryebashkiak minoritar, që nuk kishim të tjerë dhe ishte pra pjesë e institucioneve, gjë që ishte kriter dhe padyshim i aftë për të ndjekur studime. Shqiptari tjetër të cilit i dhash bursë arriti të bëhej ministër i ekonomisë, i kisha pagëzuar edhe fëmijën, por ai vdiq në moshë të re. Nuk kisha asnjë qëllim për askënd. Teksa në Europën juglindore, atë kohë ishin të pakt ata që përmbushnin kriteret për studime në Harvard. Isha përgjegjëse për përzgjedhjen e personave dhe dhënien e bursave, si dhe zëvendës presidente në fondacionin Onassis. Më kishte ardhur thuajse keq, deri në mëshirë, në atë kohë për Ramën pra. Pasi kishte shumë dëshirë të studionte dhe e kërkonte atë bursë, ndërkohë edhe nënën e kishte greke. Ndaj dhe ja dhash bursën. Nuk e di e përmend në CV-n e tij këtë fakt. Më pas në disa reagime me komentuesit e postimit të saj, zonja Xhavela shkruan: "Kompleksi i këtij idioti përbindësh kundër Greqisë është kaq i madh, sa arrin të thotë që grekët nuk janë pasardhës të Platonit dhe Aristotelit." Gazetarin të cilin mbulloi Homo Neanderthali Rama është greko-amerikani John Defterius, 30 vite gazetari reportazhit ekonomik në CNN, kreu i CNN Middle East. Më thanë gjithashtu se publiku kishte shtangur teksa ndiqte këtë sulm agresiv të pahasur ndonjëherë të një kryeministri Ballkanas, kundrejt një gazetari korife. Ju them sërish, është një thellësisht idiot me komplekse. Besoj se eurodeputetja greke ka thënë mjaftueshëm. Fjalët tona teprojnë. Pas sa më sipër dëgjuam. Mast Channel. Please subscribe.